Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 26 vjeçar banues në Vlorë pasi ka kallëzuar një shtetas se i kanë thyer 2 xhama të automjetit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 49 vjeçar dhe një 54 vjeçar, të dy banues në fshatin Vranisht pasi ka kallëzuar një 68 vjeçar banues në të njëjtin fshat se gjatë një debati për motive pronësie këta shteta se kanë goditur me grushte dhe me gur, duke i shkaktuar dëmtime në kokë dhe në trup. Po nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 2 shtetas, një 33 vjeçar banues në Vlorë pasi ka kallëzuar një shtetase 24 vjeçare me pretendimin se gjatë kohës që ka qenë me pushime në plazhin e Borshit, ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me të pa dëshirën e saj. Një 52 vjeçar banues në Tiranë pasi ka kallëzuar një tjetër shtetase 24 vjeçare me pretendimin se gjatë kohës që qëndronte në plazhin e Borshit, ky shtetas e ka ngacmuar seksualisht. Sipas policisë vijojnë veprimet hetimore me qëllim sqarimin dhe dokumentimin e plot ligjor të pretendimeve të kallëzueseve për të dyja rastet e mësipërme. Ndërkohë, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar një 40 vjeçar banues në Vlorë pasi është konstatuar në rrugën Sazani duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Një 33 vjeçar banues në Napoli pasi është konstatuar në rrugën Skënderbeu në Sarandë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet janë referuar prokurorive për veprime të mëtejshme.